Sot ka ndodhur edhe pranim dorëzimi fizik, do të thotë sot janë dorëzuar çelcat, po edhe kamionët në marrjes pastrimi. Është një investim prej 1.4 milion me të cilat Drejtoria e Shërbimeve Publike i ka bërë. Duam thonte me shpërndarjen e kontingjentit të parë për 366 kontinjerëve, nga gjithsej 1370 kontinjerë sa do shpërndahen ditëve në vijim. Qytetarë të kryeqytetit, kompania pastrimi është drejt falimentimit për shkak të keq menaxhimi. Kjo ndërmarrje publike që duhet ta mbajë kryeqytetin të pastër është shndruar në barë për shkak të paaftësisë dhe papërgjegjësisë së menaxhmentit. Sot rrezikohen pagat e punëtorëve, deponia mund të mbyllet dhe qyteti po e ndjen çdo ditë pasojën e këtij keq menaxhimi. Punëtorët nuk kanë faj, fajin e kanë ata që kanë marrë paga të majme menaxheriale, por s'kan ditë dhe as nuk kanë dashur me udhëheq drejt ndërmarrjes. Në kuvendin komunal do të kërkojnë ndihmë emergjente financiare për të mbrojtur punëtorët dhe shërbimin për qytetarët, e jo për të shpëtuar menaxhmentin që e ka çuar këtë kompani në kolaps. Ftoj çdo asambleist që i shërben qytetarëve e jo interesave të ngushta të mbështes këtë hap të nevojshëm për kryeqytetin. Ne nuk do të heshtim, nuk do të bëhemi bashkëfajtor në këtë keq menaxhim. Unë nuk do ta lejoj që kryeqyteti të mbulohet nga mbeturinat për shkak të këtij keq menaxhimi.